Ndërmarrja parkingjet publike dhe gjelbrimi e ka përmbyllur 3 mujorin e parë të këtij viti me rezultat pozitiv financiar. Kështu bëri të ditur drejtori i kësaj ndërmarrje Bejtullah Nuhiu, i cili në seancën e fundit të Këshillit Komunal bëri një raport të detajuar para këshilltarëve për periudhën e lartë përmendur. Ai theksoi se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë realizuar të hyra operative në vlerë prej 6.417.000 denarësh, të siguruara kryesisht nga Komuna e Gostivaret për mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave të gjelbra publike, ndërsa shpenzimet e përgjithshme kanë arritur 5.946.000 denar, duke e mbyllur këtë 3 mujor me fitim prej 470.000 denarësh, që paraqet një tregues qartësisht pozitiv për stabilitet financiar dhe funksionim të rregullt operativ, deklaroi Nuhiu. Gjatë këtij 3 mujori, ndërmarrja ka realizuar të hyra operative në vlerë për 6.417.000 denar, të alokuara kryesisht nga Komuna e Gostivarit për mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave të gjelbërta publike. Dëshiroj të potencoj se këto të hyra janë targetuara nga fakturat e muajve shtator, tetor dhe nëntor të vitit 2025. Në anën tjetër, kemi shpenzime të përgjithshme për këtë periudhë, të cilat kapin një vlerë prej 5.946.000 denar. Si rezultati këtij menaxhimi, ndërmarrja ka mbyllur 3 mujorin e parë me një fitim prej 470.000 denar, që paraqet një tregues qartësisht pozitiv për stabilitetin ton financiar dhe funksionimin e rregullt operativ. Ai theksoi se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, prioritet ka qenë mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbra dhe përmirësimi i menaxhimit të parkingjeve, ndërsa të hyrat nga parkingjet kanë tejkaluar shumën prej 1 milion denarësh. Ndërkaq, prioriteti i së ardhmes, tha ai, mbetet rritja e shkallës së arkëtimit, aktivizimi plot i sistemit elektronik të parkingut, zgjerimi i kapacitetive operative dhe rritja e cilësisë së shërbimeve. Të hyrat nga aktiviteti i parkingjeve arrin një vlerë mbi 1 milion denar, ku janë ndërmarrë hapa konkret për rritjen e kontrollit dhe efikasitetit të sistemit. Sa u përket shpenzimeve, ndërmarrja ka vepruar me përgjegjësi të lartë në përputhje të plot me nevojat operative dhe obligimet ligjore, duke siguruar funksionim normal të gjithë sektorëve pa asnjë ndërprerje. Për periudhën e vijim, synimet e ndërmarrjes mbeten të qarta: rritja e shkallës së arkëtimit, aktivizimi i plotë i sistemit elektronik të parkingut dhe zgjerimi i kapaciteteve tona operative. Dhe mbi të gjitha, rritja e vazhdueshme e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve tanë. Raporti i ndërmarrjes parkingje dhe gjelbrimi kaloi me shumicë votash në Këshill, ndërsa drejtori veçoi si prioritete të së ardhmes sigurimin e 2 automjeteve transportuese, një për sektorin e parkingjeve dhe një për sektorin e gjelbrimit.